Na ndiqni në faqen tonë në Facebook, Gatuaj Shëndetshëm. Përshëndetje, sot do të përgatisim simita të vogla me maja. Në fillim, kemi 1 kg miell e hedhim në tepsi. Për 1 kg miell na duhet 1 lugë gjelle sheqer, 1 lugë maja, birre, të cilat do t'i hedhim së bashku në një gotë me ujë të ngrohtë. Do t'i përziejmë dhe do t'i lejmë derisa të na bëhet shkum. I përziejmë bashkë ato dhe do t'i lejmë të pushojnë dhe të na ngrihet shkuma sipër, që do të thotë që ka ardhur dhe mund ta shtojmë në miellin ton. Brenda tek mielli gjithashtu do të shtojmë dhe kripën më pas dhe gjalpin që e kemi shkrirë veç këtu më tanë. Uji duhet të jetë i ngrohtë dhe gjalpi i tretur gjithashtu pasi të bëjmë brumin. Përziejmë mirë që majaja të na krijojë shkumën në ujin e ngrohtë me sheqer. Duhet lënë një 10 minuta sa të bëhet shkuma dhe pastaj do ta hedhim tek mielli. Tani do të fillojmë të hedhim kripën tek mielli dhe do të shtojmë 1 lugë kripra në 1 kg miell dhe majaja që duket që ka filluar të shkumojë. I hedhim gjalpin. Gjalpin e shkrirë, pra, gati 100 gram gjalp ose pak më shumë, si ta keni dëshirë. Në brumin ku kemi hedhur gjalpin dhe kripën, tani do të shtojmë majan e birrës, e cila ka ardhur dhe është bërë shkum. Do ta punojmë së bashku me ujin e ngrohtë dhe të bëhet një brum i butë si brumi i byrekut. Shtojmë ujin. Punojmë me duar derisa ta punojmë ta zëm brumin siç është ai i byrekut. Ujin e kemi të ngrohtë. Vazhdojmë e punojmë brumin derisa të na bëhet një masë e butë dhe ngjeshim fort me duar. Maja e birrës do bëjë që brumi të dyfishohet. Pasi brumin e kemi punuar dhe është bërë homogjen, i butë do ta mbulojmë me një enë dhe do ta lejmë të vijë për gati 20 minuta. Pastaj do ta punojmë sërish, do ta vëmë në format tona për t'u pjekur. Pasi brumi na ka ardhur, e kemi hequr nga ena dhe tani do ta punojmë duke i dhënë format që duam. Do ta punojmë mbi tavolinën e punës sepse kemi më lehtë. E punojmë mirë me duar dhe më pas do ta vendosim me forma në tepsin tonë, në formën e simitave që duam. Tani do ta ndajmë brumin në 5 forma dhe pastaj do t'i punojmë veç e veç. I japim formë duar në formën e një topi dhe pastaj vendosim në tepsin të cilën e kemi lyer me vaj. Punojmë të gjitha format në mënyrë të tillë që t'i japim formën me duar. Në këtë mënyrë, pra, format i kemi vendosur në tepsin tonë të lyer me vaj dhe i lëm gjithashtu të vinë edhe për pak minuta në furrë për gati një çerekore. Në furrën e ngrohtë pjekim në 180 gradë, 200 gradë, derisa të marrin sipërfaqen në ngjyrë të kaftë. Ju ftojmë të na ndiqni në faqen tonë Gatuaj Shëndetshëm në Facebook. Ja edhe simitët të pjekura. I pjekim dhe i lëm të kullojmë. Na ndiqni në faqen tonë në Facebook, Gatuaj Shëndetshëm.